Ne rekomandojmë larjen dushin e përgjithshëm, por larjen e pjesëve intime me intim, me larës intim, pra jo ai që është i përgjithshëm për trupin. Zakonisht i përdori me pH që është mik për vaginën, pra 3.8, 4.2, jo sa më natyrale, me kamomil, me aloe vera, me vajra të ndryshme, pa shumë kimikate, pa konservant, pa të gjitha ato që janë të dëmshme për lëkurën, sidomos për këtë zonë janë shumë të rekomandueshme. Larja, djersa është një ndër faktorët që ndrrimi i rrobave, aerosja, të brendshmet pa mbuku janë shumë esenciale. Rrobat e lira, fustanet, të gjitha ndihmojnë te aerosja. Reduktimi i mbajtjes së linesave intim të përditshëm, jo thjesht për menstruacionet mujore, por mbajtëset e linesave të përditshme favorizojnë bllokimin e perspirimit, pra nuk aerosen si duhet dhe favorizojnë infeksionet, sidomos kur mbahen për orë të gjata pa u ndrruar.